Ndërsa turistët synojnë të zgjirojnë horizontet e tyre të udhëtimit për vitin 2026, ekspertët e udhëtimit kanë zbuluar disa destinacione që kanë tërhequr vëmendjen dhe interesin e një numri në rritje vizitorësh, mes tyre edhe Shqipëria, shkruan e përditshmja australiane Australian Travel. Shqipëria është absolutisht e mrekullueshme dhe Malizi ndodhet pranë Shqipërisë, ka thënë eksperti i udhëtimeve. Ndërkohë, përveç vendeve të preferuara turistike si Italia dhe Japonia, të cilët vazhdojnë të dominojnë, ekzistojnë tashmë disa destinacione të reja që janë zhndërruar në pikat më të nxehta për vitin 2026. Ndër të tjera, eksperti thekson se mënyra se si kjo perlë e Ballkanit vazhdon të jetë në radarin e shumicës së turistëve australian është e habitshme. Çmimet e përballueshme të vendit dhe vendasit e ngrohtë dhe mikpritës janë pika kryesore pozitive e Shqipërisë, thekson ai. Shqipëria është gjithashtu shtëpia e rivierës shqiptare, e cila është e dukshme më e lirë se vendet homologe të saj të Europës perëndimore, me një kuzhinë të larmishme dhe histori të pasur dhe plot ngjyra e të në sundimin osman dhe komunizmin, thuhet ndër të tjera në artikull. Gjithashtu përmendet se nuk duhet të humben qytetet e bukura të epokës osmane të Gjirokastrës dhe Beratit, vendet e lashta greke dhe romake të parkut arkeologjik të Apollonisë dhe Butrintit, apo Alpes shqiptare të njohura për majat dramatike, fshatrat tradicional dhe shtigjet e Ecjes. Gjithashtu, një numër në rritje australianësh po udhëtojnë në periudhën shtator, tetor, maj dhe qershor, duke qenë se është më lirë, më freskët dhe më pak e populluar. Kjo përbën vërtet një ndryshim të madh, ka thënë ai. Ky ndryshim shihet edhe në kostot e përgjithshme të udhëtimit, pasi ka një ulje të çmimeve të biletave të avionit jashtë periudhës së pikut turistik. Media australiane ka renditur destinacionet kryesore për të vizituar përgjatë vitit 2026, sipas ekspertëve të udhëtimit australian. Mes tyre janë Shqipëria, Sri Lanka, Meksika dhe Arabia Saudite.